ne jemi vendi që kemi trondititur Brukselën dhe Evropën këtë javë. Sepse prokurorët federal ishte në shënjesë të atentatit të mafjas shqiptare. Kanë paguar 1 milion euro për të vrarë prokurorin belg dhe ka çështje ku hetohet dhe gjykohet mafja shqiptare në Belgjik më shumë se sa në strukturën e posaçme. Dhe pjesë e rëndësishme e këtyre duhet ishte hetuar edhe këtu. Të reja që unë akseksoj nga lajmet që dalin her pas here që vinë nga Brukseli, se aty ishte edhe ajo pallavaja politike që e suksesit torta me. Dhe kush merr më shumë vëmendje? Krimi shqiptar që ka mbështetje politike dhe pushtetin në Shqipëri që do vras prokurori federal, apo kjo kapitulli sër kapitulli këto pozita. Nuk të duki lumtur Rama atje në Bruksel? Rama ishte blozë, ishte teneqe fare. Çfarë ndodh këtu tani? Ata dolin thonë prokurorët të traumatizonin Evropën. Nuk e kemi parë asnjëherë rojet të sigurisë më të shqetësuar se në këtë rast. Pas ata përgatitin për atentatin ndaj prokurorit të Mbretit. Krimi në këtë lloj kurajo, guximi dhe ekspansioni, kur ky krim, po sipas këtyre raporteve të DIAS, është antidroga italiane, ka ndikim në rrezikun dhe sigurinë e jetës dhe të ekonomisë në Bashkimin Evropian në masën 35%, duke u renditur e dyta pas tragedisë. Çfarë po hetonte ky prokurori belg që kishte shqetësuar mafjen shqiptare? Sigurisht, jo vetëm mafjen, politikën shqiptare që është lidhur me mafjen. Atëherë, unë përëndis që kishte aktivizuar mafjen shqiptare. Pra, kur të thash që ka shumë çështje, më tepër se në prokurorinë e posaçme, çështje të trafikut dhe të krimit organizuar ndërkombëtar që kanë lidhje edhe me Shqipërinë, dhe po sipas këtyre dosjeve janë të paktën 3 miliardë euro të investuar në Shqipëri. Pra këta janë deklarime zyrtare në proces nga prokurorët federal. Nuk janë saimet e mia, pra i kemi të gjithë aksesueshme. Dhe po përmendim pak 3 dosje po t'japo që janë në proces gjyqësor. Ka shumë. Që i ka ky prokuror? Ky prokuror dhe kolegët e tij tani se ata sepse ishte ky shënjestra pra. Nuk është një, po, njëra nga çështjet me të cilat është marrë nga dekriptimet e SK-enkrove që ka qenë edhe prokurori për cilën flasim, është që ponja e zezë. Black Eagle në Belgjik, një pjesë kanë qenë 40 të pandehur shqiptar dhe kolumbian në Belgjik, krerë të organizatës kriminale, po sipas materialeve zyrtare, një pjesë është mbaruar në shkallën e parë dhe vazhdon në apel. Kanë qenë Artur Shehu, Vllëzi Osmani, edhe këtu është edhe episodi i famshëm që është në dosje i Arubës, i udhëtimit të ministrave në takim në samitin e kokainës në Aruba. Edhe miliarda euro, është Toyota Yaris, është tjetër çështja Çapja, ka 6 miliardë euro trafik kokaine. E kuptoni që ne po flasim për shifra, vetëm 3 çështje që kalojnë buxhetin e shtetit? Pra, këto miliarda euro që janë mes Brukselit dhe vizita e 2 ministrave belg në Tiranë, që qëndruan një javë mes Prishtinës dhe Tiranës, dhe kanë sjellë të dhëna të shumta dhe kërkesa të shumta për angazhimin e grupeve të përbashkëta hetimore për ndihmë juridike. Është një alarm sepse ata po thonë që kjo para e formalizuar dhe pastruar në Shqipëri me ndihmën e institucioneve dhe të pushtetit riinvestohet në Evropë. Ata thonë donin të traumatizonin Evropën, donin të bënin shembull. Dhe këta të dhëna që vinë nga përgjimet që kanë bërë dhe në rastet e rralla që përfshihet në hetim shërbimi sekret dhe shërbimi sekret, thonë hetuesit belg, përfshihet në hetime të kësaj natyre kur ka të dhëna për destabilizimin e shtetit. Ne po destabilizojmë Belgjikën dhe këtu flasim për tallava ujore tani apo sukses të madh në Bruksel. Ta janë të dhëna zyrtare që vinë nga Brukseli zyrtar. Unë kam një se ndoshta devijuam nga tema. Kjo është pjesë e kronikës zezë. Jo, kjo është politike zezë. Kjo është pjesë e kronikës. Ju referuar pjesës që tashu në Rama në Bruksel. Që të bëjmë një marrëveshje fjalë. Ky pushtet. Ju nuk i njihni këto materiale që them unë. Jo, nuk i njoh. Duke mos i njohur, unë po them që këtu ka ministra, ka deputet, ka përmendje emra të kryeministrit dhe kur ka ministra, deputet dhe kryeministër, nderuar Martin. Lutem. Politik. Po tani nëse ministri që përfshin trafik, çfarë aspekti është ky? Ky nuk është më kronikë zezë. Kush është politikë zezë? Janë disa ministra, janë disa të tillë. Kush janë? Janë me emra apo? Me emra i ke atje. Ja të japun emrat, më që i ke qef emrat. Po sigurisht nga portali Liq Paran, sigurisht që Holland, Francë, Belgjik, qendra që në këtë javë ka qenë krejt publikime të mendjeve evropiane për Shqipërinë. Dhe në të thuhej, e ke aty, ne kemi aksesuar dokumenta zyrtare, thonë ata. Dhe kemi provuar se Olsi Rama, vëllai ky është njëri politik, vëllai kryeministri,
ishte shoferi trafikantëve të drogës. E kemi të provuar nga dokumenta. Sigurisht shtojnë ata për otej. Kemi aksesuar dhe provuar nëpërmjet dokumentave që Taulant Balla, njëri politik pësoj, kryetari grup parlamentar, flet me trafikantët e drogës. Tani kjo nuk është më kronik. Kjo është politike kriminalizuar. Ishte një portal që kishte nxjerrë dokumenta. Po sigurisht. Janë zyrtare këto, janë të thëna zyrtare. I kemi nxjerrë dhe nemo. Dhe i them, shpesher e bëj pyetjen dhe e përsëris sonte. Por pse këta prokurorët që nga krimet e rënda, spaku sot, kur thotë 45 vjeçari që nuk njihnim në 2014 shoferit trafikantëve, nuk e njohëm të foto, ku publikoje mos e njohin shqiptarët. 45 vjeçari ndje 55 vjeçari sot. Dhe kështu veprohet në gjithë botën kur autoritetet hetuese nuk identifikojnë një të kërkuar, i kërkojnë ndihmë komunitetit, a e njihni këtë zotërinë apo zonjën. Nëse jo, e shpallim alien. Unë më falë vetëm diçka. Unë, për marrëveshje fjale, po thoja që ky pushtet, për shkak të konsumimit normal të një pushteti, mandati 4. Për shkak të shumë skandaleve që kanë lidhe me korupcionin, kemi shumë ministra, gjerë dhe 2 zëvendëskuar ministra e tjerë, që janë përgjithësi jo vetëm morale të kësaj qeverie e tjerë, pra ky pushtet nuk duhet të ishte sot në pushtet, por një mandat më përpara të paktën. Po them që si ka mundësi dhe çfarë duhet të bëj, kush duhet ta shemb këtë lloj pushteti, dhe ne shkojmë pastaj tek opozita, aty që tha Pranvera më përpara që lidhur me protestën e opozitës e tjera. Këtu duhet ndalemi domethënë politika, opozita. Kush duhet të arëzoj këtë pushtet? Ajo bëj një pyetje, zoti Lega. Ju lutem. Kur unë flas për këtë dosje dhe kam akses mbi një pjesë të konsiderueshme të materialit, që nuk flas teorikisht, po them, nuk është më sekret që krimi ndërkombëtar ka akses në Shqipëri. Dhe organizatat, sipas Graterit, sipas prokurorit antimafjes të vendeve evropian, por edhe DS amerikane që ka 3 vite zyrë në Tiranë, Sinaloa, organizatë terroriste sot që ne flasim, me investime në Shqipëri. E sankcionuar. Prit. E kam fjalirin, e kam përgjigjen time, jo të gjithë. Pra, Ndrageta, me terren në Shqipëri. Sakra Korona, me terren në Shqipëri. Po flasim për organizata kriminale globale, me miliardë euro. Tani, ne kemi krim ndërkombëtar, mafia ndërkombëtare në Shqipëri. Dhe për të zbrapsur, për të gjynëzuar, për të larguar, dhe këta janë krim politik, për të larguar nga tregu shqiptar i paligjshëm këtë investim kriminal, Shqipëria nuk mundet, opozita e vetme nuk mundet. Nuk është çështje dëshire. Atëherë, këto partnerë, prioritetet e Shtetit Bashkuar të Amerikës që janë investuar, A duhet kishte,